Kjo është pamja e kësaj fushe, i thënë që në stadium ndodhet në Kishnicë të Graçanicës. E tash është shndruar në livadh. Fusha ende i ka disa shtylla e copa rjetash të mbetura vjerë. Fal tyre, rikujtohet se dikur këtu luhej futboll. Madje deri vonë, kjo djerrin ishte shtëpia klubit Minatori në Kishnicë. Bile këtej pari u zhvilluan talent që sot luajnë për Kosovë e jashtë saj. Por fusha u dëmtua kur lumi Graçanka doli nga shtrati. Sidoqoftë, tani diçka duket se po lëviz për të mirë. Sipas ministrisë është vënë në prioritet, por presim shpejt ndoshta edhe tek rishikimi i buxhetit, pasi që dihet mirë që Ministria e Kulturës dhe Sportit tashmë është ndomë dhe ekzistojnë disa barriera. Tash për tash ka veç shpresë. Ato nuk janë të pakta që ky tashmë livadh, kur të rregullohet, të përdoret e shfrytëzohet shumë më tepër. Ne gjithashtu kemi propozuar që ato stadiumet të shërbejnë edhe për luart mesdhetore 2030. Kur fusha të bëhet stadium, plani është që të rikthehen aktivitetet e klubit të futbollit Minatori. Se kur do të ndodhë kjo, tani ka veç shpresë.